Ka nisur në Abu Dhabi raundi 2 i bisedimeve trilaterale, ku për herë të parë, mbas disa vitesh konflikti, përfaqësues të Ukrainës dhe Rusisë u takuan në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Ky raund, i zhvilluar më 23 dhe 24 janar, shënon një nga pak raste që delegacionet ukrainase dhe ruse janë takuar drejt për drejt, që nga fillimi i pushtimit të plotë rus në shkurt të vitit 2022. Negociatori kryesor Ukrainas, Rustem Umerov, konfirmoi nisjen e takimeve trilaterale dhe shtoi se delegacionet do të punojnë në grupe të ndara sipas temave, duke përfshirë sigurinë, territorin dhe mekanizmat e garancisë mbas paqes. Ai theksoi se mbas kësaj faze, palët do të përpiqen për një sinkronizim të përbashkët të qëndrimeve. Sipas raportimeve të medjave, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, përfaqëson Washingtonin në këtë proces, duke i dhënë përpjekjeve një dimension strategjik. Megjithatë, shpresat për ndonjë përparim të menjëhershëm mbeten të kufizuara. Zëdhënësi i Kremlinit u shpreh se pozicioni i Rusisë mbetet i pandryshuar dhe se qëndrimi i Moskës është absolutisht i qartë për negociatorët ukrainas dhe amerikan. Analistët paralajmërojnë se paqja mund të mbetet e brisht, përderisa sulmet dhe tensionet e përditshme nuk ndalen. Takimet zhvillohen ndërsa Ukraina përballet me një valë të re sulmesh. Forcat ruse kanë sulmuar vendin me më shumë se 100 dronë dhe raketa gjatë natës, duke goditur qytete dhe rajone të ndryshme. Në rajonin e Dimitropeskut, 2 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë u plagosën, ndërsa në rajonin jugor të Odesës, të paktën 5 persona u plagosën dhe u dëmtuan shtëpi, kopshte fëmijësh dhe shkolla. Autoritetet ukrainase theksuan se sulmet masive pasojnë pothuajse çdo raund bisedimesh, duke bërë të vështirë avancimin drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme. Zyrtarët ukrainase shohin këtë taktik si përpjekje të Kremlinit për të bluar kohë përmes diplomacisë, ndërsa njëkohësisht ushtron presion ushtarak mbi qytetet dhe popullsinë civile. Ndërkombëtarë shprehin shqetësim se çdo përkeqësim i situatës humanitare mund të minojë edhe përpjekje diplomatike, duke bërë procesin e negociatave edhe më delikat.